Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Të gjithë jemi në qetësi. Eglitako ditën e sotme na ka befasuar të gjithëve. Ajo në grupin e hapur në Instagram na ka sill një video, po para se të filloj unë komentimin e kësaj videos, dua njëherë t'ju përshëndes të gjithëve dhe uroj me zemër që të keni kaluar një ditë të bukur, të keni nisur me energji të mirë dhe tani jeni gati për të kuptuar se çfarë do të ndodh në jetën e artistëve shqiptar. Egli Tako 2 ditë më parë solli 2 voice në grupin e hapur në Instagram, do me thënë Eglis Family, e ndjekur nga 17.000 ndjekës, ku tregoi që ka qenë në një studio, ka regjistruar vokalin e saj, po bën gati këngën e radhës, po bën gati baladën e radhës. Dhe më pas duke hapur edhe një pjesë votimi se çfarë do dëshironte publiku që Egli të sjellën, do dëshironte balada, do dëshironte këngë me ritëm apo diçka tjetër. Por Egli Tako u votua më së shumti për balada dhe për ta konfirmuar se çfarë Egli do të sjellën, ajo në grupin të hapur në Instagramin e saj ka sillur një video. Një video e shoqëruar nga një melodi fantastike në piano, që do të thënë janë duke përgatitur, janë duke bërë vjen melodike të këngës që do të vi së shpejti, dhe arritëm që të kuptojmë që do të thënë Egli Tako po plotëson dëshirën e të gjithë fansave të saj, do të thënë po sjellën një baladë të mrekullueshme. E ndjekim pak videon dhe rikthehemi sërish së bashku. Ju e pat videon, do me thënë Egli ka zbuluar shumë pak nga kjo projekt, nga ky projekt në fakt që do të sjellën tek publiku shqiptar. Është momenti që Egli ta shfrytëzon famën e saj dhe të na sjellën zërin e saj të bukur, energjinë e saj të bukur, pozitivitetin e saj të bukur dhe këndimin e bukur. Do me thënë Egli është duke punuar një baladë, një këngë dashurie që me patjetër do të ketë një tematik, do të ketë një fillim, do të ketë një mes dhe do të ketë një fund. Besoj që të gjithë jemi kureshtar të kuptojmë se për kë do të shkon kjo këngë, kujt i kushtohet kjo këngë, por nuk kemi akoma detaje të tilla, thjesht Egli ka zbuluar vetëm pak pianon edhe vjen melodike të kësaj kënge. Egli po përgatitet që të sjellën një gjë glamuroze, nuk e dim dhe nuk ka dhënë detaje në qoftë se kënga do të jetë solo apo do të jetë në bashkëpunim. Besoj që do të jetë këngë solo, sepse është koha kur Egli duhet të vijë vetme, kur Egli duhet ta shfaqën atë ndjesinë e saj siç e shfaqi te kënga Jetë, që pati një sukses të jashtëzakonshëm që në natën e parë. Nuk ka fol për detaje se te kush e punon këngën, kush do të bëhet menaxhmenti i Eglit, kush do t'ja mbaj kanalin në YouTube, kush do të merret me monetizimin, kush do të merret me publikimin e këngës. Do të thënë nuk kemi detaje të këtilla nga Egli, kemi thjesht një video që ka ardhur në Instagramin e saj. Do të thënë Egli e pa momentin që duhet vepruar në këtë drejtim, e pa momentin që publiku është i etur për të dëgjuar një këngë nga Egli dhe për të shijuar në fakt një baladën të saj, dhe sot me shumë dashuri ajo publikon po këtë vi melodike që së shpejti, do me thënë baladën do ta kemi gati. Unë besoj dhe e di që të gjithë të dashuruarit apo ato që vuajnë për dashuri do të gjejnë vete në një strofë të kësaj këngës. Pres që kjo kënga të merr konotacione të ndryshme që Egli e ka nxjerr për këtë, e ka nxjerr për këtë, e ka nxjerr për këtë pikën, po në përgjithësi Egli Tako mundohet që të sjellën gjëra apo brume që flejnë në natyrën e saj. Unë kam thënë gjithmonë, këngëtari i suksesshëm është ai që e gjen veten në rrymën ku këndon. Dhe Egli Tako e ka gjetur veten në këtë rrymë, është jashtëzakonisht mirë dhe besoj që do të na mahnisë të gjithëve. Dua të marr mendimin tuaj, çfarë balade mendoni se do të jetë kjo?